Presim një sqarim të qartë nga Anaidi lidhur me deklaratat e fundit, pasi ato nuk përputhen me faktet që kemi ndjekur të gjithë publikisht. Pas përfundimit të Big Brother VIP, ishte pikërisht gjesti ai që në mënyrë publike e falenderoi Anaidin, duke i thënë fjalët: "Sta haroj sa të kem jetë." Këtë e dëgjuam të gjithë dhe madje u pohua edhe nga vetë Anaidi në një nga storyt e tij. Më pas, Anaidi ka qenë prezent në koncertin e parë të gjestit në Tiranë, ku jo vetëm që mori pjesë, por edhe ndihmoi që mbështetësit të kishin akses në një transmetim live. Po ashtu, ai publikoi një story pas takimit me Eglin, ku shprehej qartë: "Eglin nuk e solla unë, e gjeta te gjesti një dëshmi e drejtpërdrejtë për kontaktet e vazhdueshme që ka pasur me të." Nuk mund të anashkalohet as fakti që Anaidi ishte prezent në koncertin e gjestit në Austri, së bashku me Stresin. Edhe aty kontribuoi për një lidhje live me ndjekësit dhe të nesërmen u publikuan fotografi të përbashkëta të tij me gjestin dhe Stresin. Duke pasur parasysh të gjitha këto, deklaratat që pretendojnë mungesë falënderimi apo komunikimi nga ana e gjestit janë të pabazuara dhe në kundërshtim të hapur me realitetin. Apo ndoshta thjesht Anaidi kishte pritshmëri më të mëdha në menaxhimin e gjestit, të cilat nuk u realizuan, dhe tani po shprehet përmes zhgënjimit? Në çdo rast, transparenca është e domosdoshme për të mbajtur respektin dhe integritetin që publiku pret.